Përshëndetje burem, si jes, si po kalon? Rruga Rozafa vazhdon të mbetet e pa asfaltuar. Ajo është një ndër rrugët e pakta në këtë zonë ku ende nuk është përfunduar infrastruktura bazike. Të mbetur pas zgjidhje institucionale, banorët kanë investuar me vetë iniciativë në vendosjen e kanalizimit të ujësjellësit, mirëmbajtjen e rrugës dhe ndriçimin publik. Mi pas ka nisë edhe do foto. Ka gja keq po duket. Hey, kur më shkruani siguroni me nis çështë edhe pamje. Ju lutem. Shumë keq po duket. Hajde shkojna e gjejna qitë rrugë në Ferizaj. Ndërkohë derisa të shkojna, mos harroni krejt qëto storje në teren, qoftë studio, kishin qenë të pamundëra, mos kish qenë Posta Easy, sponsori jam General, super shërbim ndaj klientit edhe super shpejtësi në dërgesa. Hajde. Këto shtëpia janë ndërtu me mëna 2-3 vite, se cila shtëpi është më e mirë se tjetra, që shpeshja këto. Po. Këto shtëpia kanë fëmijë me shku në shkollë, kjo rrugë kur bjen shihen shumë sfiduese, nuk mund as me kalu as kur gjao. Kena bo kërkesë plot herë, asnjëherë nuk na kanë. Që sa është në gjendje çlirim? Kjo është këto prej 2021-2020. 2021-2020? Jo, çfarë moti a? Që 5-6 vjet. Pse vet kjo ke 300-400 metra e gat krejt, domethënë, pse ka met çështo? E kena shpensu rrugën qysh vitin 2021. Do me thonë, kjo është përon e komunës, nuk ka përon private. E kena shpensu 2021. Ja keni fol komunës. Okej, ja kena fol komunës. Shpeshe ndriçimin e kena shti vet, kanalizimin vet, ujësjellësin vet. Jo, me mjetet juve vetanake. Me banorët e lagjës bashkë këto. Ketë bashkë e kena nejsh rrugën. Do me thonë që 5-6 vitin ato jena të mirëmbajt, po së një atja dorë. Cili është arsyetimi i komunës, Lirem? Pse po merr që shumë kohë asfaltimi i kësaj rruge? Kur vjen koha e zgjedhjeve vinë thojnë kryet shumë shpejt edhe ka kalu një kohë e gjatë që zgjedhjet janë konë 2-3 herë, për shembull edhe komunale edhe zgjedhjet kështu, edhe asnjëherë s'ka mujt me shtru. Banorët kanë kohë e fundit çat kishin thonë? Kanë thonë për një edhe det përfundon rruga. Shtator, a? Po. Tash na jena banë zgjedhje të tjera. Po. Që shpeshhe këto fëmija s'mojnë as në shkollë me shku, ketë me kerët me shku, ketë kerët i kena prish, shpeshhe rruga vetë është. Dikon pesha që e pas një sanu po mdo këtë vetë, a? Shpia, se cila para shpijës vetë, o më nume në rejq. Po. Edhe halot s'kena mujt me po kur gjonë. Kanë orë plot me eskavature, kanë ish rrugën me zoll, me zhavër regullisht, edhe apet kena problem. Me zhavër jo, veta? Privat, po, kanalizimin. Pagu ishi vetë, a? Po. Banorë këtu, bashkë kena po. Shpeshe edhe kanalizimi 2-3 herë, unë zonë apet vete kena në rejq, kur s'ka normë në një mudi shka. Po shtyro që, këtë grupa, e vetë me rrugë që ja kamit. Që do me thonë ullja këtë, e dëgjut çlirimin, ka qenë tokë e ti, komuna ka lyp me shpronsu 16 në mënyrë që me pas mundësi me intervenu edhe me asfaltu. E ka shpronsu, ja ka fol 16 çlirime komunës, që 5 vite me premtimin që ka me u asfaltu brenda 10 ditëve. Ka kalu ka shumë kohë, rruga vazhdon me qenë në gjendjen situatën e njëjtë. Që tashti na kena me shku në komunë të Ferizajt, kena me këqyr me fol me dikën qoftë gojaresht, qoftë përmes telefonit për gjetës aty, edhe me kuptu çka është të ndodhë me këtë rrugë, cili është plani i komunës për këtë rrugë, edhe çka është më e rëndësishmja, kur ka me u intervenu. Po, borem, aja rrugë nuk është edhe rrugë shumë e vjetër, pasi që tash kohët e funit vonë kanë filluar të ndërtimi shtëpive, deri para pak vite. Ajo zonë ka qenë gjitha toke punume, nuk ka qenë me ndërtim. Tash se vonë janë bo disa shtëpi aty. Në nëntor të vitit e kalum kam vizitu edhe faktikisht edhe e kemi nda një kod buxhetor për apshat për shtrimin e gjitha rrugëve për fshatin Talinas, Jelive, pasi që nuk e rrugë me zonë të qytetit, aja pjesë ku është rruga Rozafa. Kështu që tash veç për momentin jemi me një blokad, si që dhe dim buxheti vetë se ka kalu para disa ditëve në kuvendin e Kosovës dhe pritet edhe në nënshkrimin nga presidentja dhe në gazetë zyrtare. Pastaj edhe me fillu me përdorur në buxhetin e vitit 2026, pasi deri me tani nuk kemi pas mundësi asë një projekt me nis, asë një zotim me unis për
projektet e reja, gjithashtu edhe për pagesat e projekteve të vjetra. E sa kohë ju duhet meriton prej, se tash kjo është çështje e kryme puna e buxhetit, gati dita ditës tash keni me i marrë financat, mjetet, domethënë. Po tash vetë momentin që ne fillojmë, kjo merr kohë, nuk po mund me thonë ja fat shumë cak, po me pranverë na kemi me nis procedura. Tani nëse nuk ka ankesa diçka në procedura ose diçka, besoj që deri në maj qershor na veç jemi me një kontratë të shkruar dhe me vazhdu me punu. A mundeni ndërkohë me intervenu me zbut aty pak seriozitetin e gjendjes se ke kogja keq me zhavar ose ne i mos? Po, përderisa nuk kam filluar me punu ende gurthys, nuk po guxoj me thonë që mundemi, pasi që nuk ka zhavar, nuk janë të punu shumica gurthysve, nuk kam filluar me punu ende. Duke po që këtë javë po doket më kanë moti shumë më i mirë, shpresoj që kanë me filluar me punu edhe ata që me mujtë me vazhdu me punime. Ishte ky meriton Ajdini i cili u arsyetua në mungesë të buxhetit, sidoqoftë buxheti është çështje procedurale tashti, është miratu, tashti derisa të kalën ato fazat burokratike, deri t'ju shkojnë mjetet në përgjero llogarit bankare. Çfarë tashti? Ky thanë prill, maj, qershor, do me thonë na dhanë një 3 muaj goxha të gat, një 90 ditor goxha të largët. Megjithatë, ajo rrugë ka qenë që 5-6 vite në gjendje. Brenda kësoj periudhe kohore na kena me nejt në rrjedha, kena me kontaktu prap, edhe normalisht në maj qershor kena me shku prap me mojt për fjale komunën e Ferizajt. Mos harroni, unë jam Burim Pacolli me që ta mërëm gjenin këtë platformat, siguroni një follow, kudo që jeni jo prezent në rrjetet sociale jam edhe one.